e Vlorës e ndjekin. Të njëjta. Dhe unë besoj që ne me këtë skuadër i japim qarkut Vlorës një ofertë që nuk ja kemi dhënë më parë me këtë lloj larmie dhe me kaq shumë mundësi për të zgjedhur dhe brenda për brenda skuadrës, duke i folur faktikisht të gjithë komuniteteve dhe duke dhënë përmes këtyre individëve mesazhin e qartë që askush nuk duhet të ndjehet dhe nuk mund të jetë as i papërfaqësuar, por mbi të gjitha as i pa përfillur. Dhe në këtë sens besoj që harmonizimi i karaktereve, figurave dhe sfondeve të ndryshme të prejardhjes të eksperiencës është më se i arrir, edhe këtu është me që ti fole me shkrim për gjithë ta, unë s'kam përgatit me shkrim për ty, po këtu është në radhë parë merita jote, sepse në muajt që ke qëndruar që kur more drejtimin politik të Vlorës, ke bërë një qëmtim shumë të kujdesshëm të realitetit dhe ajo që është më rëndësishme, ke arritur të kapërcesh barierat tradicionale që ka vendosur Partia Socialiste e Territorit këtu, duke konsideruar këtë një territor që është vetvetiu me Partinë Socialiste dhe për këtë arsye duke mbyllur faktikisht dyer dhe jo duke hapur dyer. Më vjen jashtëzakonisht mirë që në një skuadër ne kemi njëkohësisht edhe eksperiencën që patjetër përfaqësohet këtu nga Damiani, nga Vullneti, nga ti vet, edhe risit që vinë qoftë nga nivelet më të larta të drejtimit të Partisë Socialiste, kam parasysh Piron këtu, por edhe nga vetë komuniteti që përfaqësohet këtu me socialistet 24 karat, Brunën, Brisidën, Evisin, dhe nga disa vajza dhe gra që vinë qoftë nga ajo pjesë e shoqërisë që e mbështet po jo së mbyllur Partinë Socialiste, siç është Eriona, madje me syt më hapur se sa ç'duhet, i ka dhe të bardhë si Dylbi Pirati, edhe siç është Ina ose siç është Tesi, qoftë edhe nga, megjithëse Tesi përgjithsisht është më risi në sensin e ardhjes nga një territor jo vetëm fizikisht i ndarë prej shumë vitesh nga Shqipëria dhe nga Vlora si rezultat i ikjes edhe i studimeve në Shtetet Bashkuara prej shumë vitesh, por edhe i ndarë me shumë skepticizëm, me shumë paragjykime për Shqipërinë